Situata e kryuar pas dy konflikteve të fundit duke nisur nga përballja Rusi-Ukrainë dhe tashmë dhe tensionet në lindjen e mesme, ka shkaktuar një rritje të çmimit të pronave. Avokatja dhe agjentja imobiliare Elona Mone thekson se rritja e çmimit të lëndëve të para dhe transportit ka ndikuar drejt për drejt në sektorin e ndërtimit, duke sjellë rritje të çmimeve si në blerjen e pronave ashtu dhe në qerat. Pavarësisht kësaj situate, si në rastin e parë, ashtu dhe nga konflikti në lindjen e mesme, Vlora dhe Shqipëria janë parë si vende potenciale për të investuar nga të huajt. Kjo vjen dhe për shkak të ndikimit relativisht të ulët që kanë këto konflikte në vend. Patjetër, lufta në një koncept të caktuar ka të bëjë sigurisht me një ndryshim psikologjik sa i përket edhe blerjes në rastin konkret dhe investimit në pasuritë e paluajtshme. Ne kemi pasur dy tendenca. Në rastin e luftës së parë kemi pasur tendencën e rritjes së çmimeve për dy arsye, sepse lufta normalisht sjell edhe rritje të lëndës së parë, që në rastin konkret është transporti, energjia, të ndikojnë edhe në koston e ndërtimit. Dhe kjo ka ndikuar që çmimet të rriten, por nuk ka ndikuar në pjesën e të huajve, të cilët kanë pasur një probabilitet më të lartë për të blerë në Vlorë, siç kanë qenë në rastin konkret pakicat ukrainase, të cilët kanë pas një tendencë për të blerë dhe për të marrë me qerat, dhe sidomos për të investuar apartamente me B&B. Pra e kanë parë si mundësi shumë të mirë ekonomike në një kohë që vendi i tyre u përball me luftë, ndërsa në rastin e dytë që po përmendim për luftën që sapo ka nisur, paraqitet pothuajse e njëjta situatë. Kemi një ulje të kërkesës në tregun imobiliar aktualisht, por njëkohësisht kemi një tendencë nga investitorë të huaj, pra nga shoqëritë të huaja, të cilët duan të investojnë në këtë kohë në Vlorë për arsye sepse është një vend me një rrezik shumë të ulët dhe jo potencial sa i përket prekjes nga lufta. Megjithatë, gjatë kësaj situate të krijuar nga konfliktet, edhe Shqipëria është prekur nga rritja e çmimeve. Sektori i ndërtimit mbetet më i prekuri edhe për shkak të rritjes së kostove të transportit, karburanteve dhe lëndëve të para. Kjo ka sjellë rritje të çmimeve të banesave, por dhe të qerave.